Zyrtarisht sot kemi hyrë në 3 ditë e fundit fushatës zgjedhore që do të bëhen me 7 qershor. Dua shfrytëzoj këtë rast për t'i falendëruar mirë shtetar anën banë Kosovës, që deri më sot na kanë pritur, na kanë mbështetur dhe inkurajuar në çdo qytet e fshat të vendit. Prandaj sot dua t'i ftoj të gjithë qytetarët që të na bashkohen në tubimin tonë përmbys të shtunën me 6 qershor në ora 20 në sheshin Skënderbeu në Prishtinë. Le ta përmbyllëm së bashku këtë rrugtim me një mesazh të qartë: Kosova meriton më shumë. Dhe Kosova do ndryshoj. Do ta ndryshojmë ne. Të nderuar përfaqësues të mediave. Më lejoni tani të vazhdoj me prezantimin e zotimit tonë të 4 qeverisës. Arsim cilësor, aftësi për të ardhmen dhe mundësi për të rinjët. Arsimi është investimi më i rëndësishëm që mund bëjë një shtet. Ai përcakton jo vetëm të ardhmen e individit, por edhe zhvillimin ekonomik, social e demokratik të vendit. Në një sistem arsimor cilësor, aftëson qytetarët, ndërton ekonomi konkurruese dhe institucione të qëndrueshme. Prandaj qeveria udhëhequr nga Partia Demokratike e Kosovës do ta trajtojë arsimin si prioritet kombëtar. Sot, sistemi ynë arsimor përballet me shumë sfida serioze. Cilësi të pabarabartë të mësimdhënies, mungesë të infrastrukturës moderne, mospërputhje me nevojat e tregut punës dhe mbështetje të pamjaftueshme për mësimdhënësit dhe studentët. Këto sfida kërkojnë reforma të thella, investime serioze dhe vizion afatgjatë. Në qendër të këtij vizioni është rinia e Kosovës. Potenciali më i madh që ka vendi ynë nuk gjendet te pasuritë natyrore. Nuk janë vende të pasura vetëm pse kanë pasuri natyrore, por pse kanë kapacitete njerëzore, pse kanë të rinj të cilët aftësohen për tregun e punës. Detyra jonë është krijoja atyre mundësi që ndërtojnë jetën dhe karrierën e tyre këtu në Kosovë. Synimi jonë është edhe digitalizimi i arsimit. Do të investojmë në digitalizimin e sistemit arsimor për të rritur cilësinë e mësimit dhe qasjen në dije. Nxënësit dhe mësimdhënësit do të pajisen me teknologji moderne, do zhvillohen platforma bashkëore të mësimit dhe do të forcohen aftësitë digjitale që nga mosha e hershme. Teknologjia nuk e zaventson mësuesin, sepse reforma më e madhe është mësuesi mirë në klasë. Ajo fuqizon atë dhe bën procesin mësimor më efikas, më interaktiv dhe më të përshtatur me kërkesat e kohës. Por njëkohësisht arsimi profesional do të jetë i lidhur edhe me tregun e punës. Një nga prioritetet tona do të jetë modernizimi i arsimit profesional dhe lidhja e tij e drejt për drejt me nevojat e ekonomisë. Shkollat profesionale do të pajisen me infrastrukturë moderne, ndërsa bizneset do të përfshihen aktivisht në procesin e edukimit praktik të nxënësve. Qëllimi ynë është i qartë: me shumë aftësi profesionale, me shumë vende pune, me shumë mundësi për të rinj që do të ndërtojnë karrierën e tyre në Kosovë. Fokusi ynë si PDK do të jetë edhe arsimi i lartë dhe kërkimet shkencore. Universitetet publike do të jenë qendrat e dijes, inovacionit dhe zhvillimit. Qeveria PDK-s do të forcojë autonominë universitare, do të mbështesë kërkimet shkencore dhe do të zgjerojë bashkëpunimin ndërkombëtar me universitetet prestigjioze evropiane dhe botërore. Ne duam universitete që jo vetëm japin diploma, por prodhojnë dije, inovacion dhe zgjidhje për zhvillimin e vendit. Në këtë drejtim do ta themelojmë fondin e bursave për studentë. Për herë të parë do të krijojmë fondin e bursave në lartësi prej 30 milion euro. Ky fond do të garantojë mbështetje të drejtë për drejtë për student, pavarësisht gjendjes së tyre ekonomike apo sociale. Rrafsh tjetër ku do të fokusohemi është edhe arsimi jo formal dhe kreativiteti rinor. Zhvillimi i një njeriu nuk ndodhet vetëm brenda klasës. Prandaj do të mbështesim arsimin jo formal, aktivitetet kulturore, artistike, sportive dhe inovative, si pjesë e zhvillimit gjithëpërfshirës të rinisë sonë. Do të krijojmë më shumë hapësira për kreativitet, inovacion dhe angazhim qytetar.
në bashkëpunim me sektorin civil, komunitetin artistik dhe sektorin privat. Të nderuar qytetarë. Arsimi nuk është shpenzim. Arsimi është investimi më i sigurt që një shtet mund ta bëjë për të ardhmen e vet. Prandaj, me 7 qershor ne kërkojmë besimin e qytetarëve për ndërtuar një sistem arsimor modern, cilësor dhe konkurrues që u jap fëmijëve dhe të rijve tonë një urit, aftësitë dhe mundësitë që meritojnë. Sepse ndryshimi i Kosovës fillon me edukimin e brezit që do të ndërtoj Kosovën e së nesërmes. Gjithsesi edhe është fakt edhe nuk është mirë që shumë institucione publike, të përfshirë edhe universitetet edhe shkollat, nuk i kanë krijuar kushtet e duhura për persona me nevoja të veçanta që ata ta kenë qasjen, edhe pjerrinat, edhe liftet, edhe qasjen më të lehtë, prandaj ky nuk është ndonjë investim i papërballueshëm. Është detyrim i unë si shoqëri që aty në më kriju kushte që ata me mujt me e marr edukimin e tyre të nevojshëm.